Miq të emisionit Ftesë në studio, mirë se vini. Një hyrje si kjo sigurisht nuk keni parë. Ndodhemi për momentin në Bojan, këtu do të promovohen 2 librat e shkrimtarit, publicistit dhe ish gazetarit, ose të më mirë gazetarit Daud Dautit. Por, derisa po presim të mblidhen njerëzit, ne këtu me nxënësit e klasës 7-8 jemi mbledhur sepse do kemi performancë, do lexojmë poezi e të tjera. Këtu afër meje kam një vajzë me emrin Agnesa. Agnesa, ti e Bojanës, në cilën klasë? Klasën e 8. Në klasën e 8. Është fundi i vitit shkollor, më thuaj si ishte ky vit? Plot gëzime, edhe pak ndoshta kena pas vështirësi me notat, por në përgjithësi shumë bukur, sepse edhe një vjet, edhe më të dalim klasa e 9. Edhe? Jeni rritur domethënë? Jemi rritur, është e vërtet që jemi rritur. Dhe lëm këtë shkollë ku të gjitha pikëllime, gëzime, të gjitha i kemi lënë këtu. Keni bërë shumë projekte, shona për mure, keni bërë shumë festa, keni festuar? Po thuaj se të gjitha festat e shkollës, si 28 nëntori, patronati i shkollës, të gjitha i festojmë. Nuk është se i ndajmë, të gjitha i festojmë, duke marrë pjesë të gjitha kilasat e Ibe Palikuqës. Ibe Palikuqi. Shkolla quhet pra Ibe Palikuqi, ndërkohë që ne presim shkrimtarin Daud Dauti, ju e prisni gjithmonë me kështu nderime, ë? Po. Edhe do t'i lexoni sigurisht libra, apo jo? Po, patjetër. Keni qejf leximin? Po. Është një hobi, e kemi hobi leximin, edhe e kemi edhe bibliotekën e shkollës, edhe na ndihmojnë në leximin, domethënë leximi i librave është pasuri e fjalorit. Faleminderit shumë. Ne do shkëputemi këtu nga ju miq, do ndjekim publicitet dhe do kthehemi pas pak me të gjitha materialet që i kemi marrë në Bojan, edhe këtyre nxënësve mbrapa që kam pothuajse një klasë ose 2. Sa klasa jemi këtu? 3 klasa. Sa shoqi ke në klasë? Ne jemi 3 vajza, edhe 9 djem, 10 djem. Do me thënë, klasat po shkojnë duke u zvogluar, kjo ishte çështja prandaj dhe pyeta. Sigurisht ne do takohemi pas pak me materialet që kanë të bëjnë me promovimin e librave të shkrimtarit, publicistit, gazetarit Daud Dauti. Miq të emisionit Ftesë në studio, po takohemi këtu në bibliotekën e shkollës së Bojanës, e cila quhet Ibe Palikuqi. Këto vajzat kishin ardhur që të merrnin nga një libër përpara se të shkojmë te zyra ku do ndodhe promovimi i librit. Në promovimin e 2 librave të Daud Dautit, publicistit, shkrimtarit, poetit, gazetarit, do flas profesoresha e nderuar Merita Abazi që ndodhet këtu, Valbona Zunçe, gazetarja, do të lexoj disa fragmente nga krijimtaria e tij. Këtu vajzat do lexojnë poezitë të cilat i kanë shkruar vetë. Po ashtu janë dhe ekipa e shkollës që janë profesor, arsimtar që i kanë përgatitur këto vajza dhe do lexojnë djeshat të cilat i kanë shkruar vetë. Ne mezi presim të kalojmë nga Joan dhe të shohim se çka kanë përgatitur vajzat, se çfarë do flitet në promovim. Po ashtu është edhe publicisti, gazetari Niazi Muhamedi, janë shumë emra të njohur të cilët do ta përshëndesin këtë takim, do ta përshëndesin këtë ngjarje në të cilën vjen shkrimtari Daud Dauti në shkollën ku ka mësuar, në vendlindje në fshatin Bojan. Na ndiqni pas pak. Kur e mora në dorë librin e shkrimtarit Daud Dauti, hapa shtat një herë, nuk e disha se çfarë është fjala shtat. Çka do të thotë shtat? Kërkoti. Ai sa është që i brenda në libër dhe duke lexuar, hop marra në sy se që nga fjala për misë. Po, për misri taze, kur rritet e din ashtë gjatë. Ate e mora vesh se që nga fjala për misri. Edhe sa interesant me i. Për herë të parë, unë hyra në fshatin Bojan, ama të dikushme, atëherë kur ka linë shkrimtari. Se unë me shkrimtarin nuk kemi shumë dallime të mëdha. Ai është më i vogël një 6 vjet se unë.
Dhe duke e lexuar këtë libër, e dini se hyra brenda në për rrugicat e Bojanës Heçsha. Ku shkonte ky edhe unë aty, me shokët qesh, po ashtu, në shkollë tregonte, erdha në shkollë edhe, nuk më pranojnë. Dhe habitet, pse nuk më pranojnë? Krejt të tjerët i kanë pranu në klasën e parkët, jo, që ka i vogël, me bosh. Tas atëherë shumë të zhgënjeva, prita shumë, po. Ajde, ma dhe vitin e ashtë më pranuan, pas e tregon. Klasën e parë, se e kam baru, klasën e dytë, tregon pas të që si një aksident ka pas me këmba. Edhe, klasën e parë, klasën e dytë, në Bojan, klasën e tretë, e qova ta, e bërë ta në ohër, unë që ditë në qarë ka kënë ohër, të prej Bojanës direkt, si ku me fluturu. Aj, në spitalin aty, edhe para me ndoni, atje s'ka pas, gjuhë Shqipe, atje një mësues e ka qenë Maria e ka pasemi, edhe Macedonisht. Edhe e ka mësuar gjuhën Macedonishte për berak. A e dini ju gjuhën Macedonishte? Po, a? Po duhet ta dini. Duhet ta dini. Edhe se jemi në një rreth ku jetojmë bashkë. E për atë arsye mirë, është të dini. E këtu Ajma nuk ka pas problem me Macedonishte, nasë. Pas e mbaron, kur këthet këde një ditë tregon baba nuk më erë, se çdo fund t'i japë, duhet baba një herë të vjetë. Ku sheti qka i ka ndodhë? Kur, thot bas një javë, si kur që është i smutaj me të vërtet, pas ka qenë pak i smurë. Edhe s'ka më të ustoj, deri Ohri, di disa largë, nuk disa kilometra duhet kalësh Tetova, Gostivari, Dibra, Struga, Ohri. Tash nuk e di edhe në për Kërqov si shkoj, po kryesore i Qiqajve është, nuk e gjatë. Mirë, po ka pas, atje është një këtu me një shok ka pas. A i qenë ka i fshatrave të Ladorishtit, a në Ladorisht ato për nuk dikan edhe Shqip, a flitë s'kan Macedonisht. Po sida që të këtë ditë të Macedonisht, edhe janë për shok pas tej. E kanë vazhdu shëqëri, a i ka dalë më herët, më ndaj këtu në shkollë edhe, kur rritë, kur vjen, e viziton, të vazhdimisht kemi shkuar të njëri tjetëri. Dhe më meni të paramendoni ajtë, në janë shkollën e tregon, nënë tjetër shatin e tregon, nënë tjetër e tregon disa rituale, disa adete që ashtë, dikush ka thamë se vinë, për herë të pare pashin mësuse. Jo, për e të pare, gjaja ka qenë i gjinë, e dini atë si thuj, asë një herë ma se kemi parë, që qajo ishte një herë. Ka momente shumë interesante në libër, që duke lexuar të qenë të qeshish, të qenë të është edhe mund të qani, nuk e di prindërit e juaj sot ma vëq, e kanë atë kuptimin e krejt lëndave që i keni, arti muzikor, arti pikturës, krejt. Po, për shembull, Dauti, shkrimtari, pas ka marrë një mandolinë, edhe që në shkollë, ka mendu se mundet diçka të ketë me një talent. Kur vjen në shtëpi, baba e vetë i thonë, çka është me kjo? Mandolina. Mos ta shohat e hiqe, çfarë mandolinë? Ama, kur vllau i shkrimtarit me i vogli, Azami, ai pas ka ardhur me kitarë. Ai shkon në baba i shkon në gjimnaz, edhe kur gjimnaz, profesoreshe e muzikës. Po ky shipi nota që ka iq për asku, nuk mëson, nuk bë. Edhe vjen në shpjapë ti nuk mësojsh edhe me këta, prëmba, e the, kitarë. Edhe them, ka shumë momente të bukura interesante. Ka momente kur kanë shetitur me shokët. Kanë dalë, t'i ruaj në dhend, ose edhe, se pas ka pas dhend këtu, shumë, e të një 200 copa dhend. Ma dhe i tregon atë stinët, dimri në një rënam, edhe vera në në tjetër, dimri, bor. Atëherë kishte në të vërtet shumë borë, tash ku e kemi borën asku. Dhe para vendu tash tregon për saja.
përdorte një fjalë që nuk më kujtohet as si ishte për saj. A e dini si ishte ajo fjalë? E kam të shënuar, unë fletore një nga një kam marri, kam shënuar. Shadërna. Shadërna. Po, shadërna. E të sot ne s'kishim, nuk kishim. E dhe njeni ma i pasur ka qenaj. A i kishte, edhe i ka, di qka? Unë do të bëj një shadërnak të madh. Vetëm me një kusht, në qëfar? Një cop djati, nëse më jep, unë ty shadërnakun do taj. Do të unë e shkova në shpineve shumë kishim atëherë. Ishtë për pas kusha qira kypin e mora një cop madhe, djati, dhe drejtja dhash ati, paravendo. Prite shadërnakun, fluturoj shadërnakun, s'ka! Mrejte, e ishte një gënjeshtari ma. Një pasdite dhe një detyrë për ne ishte jo e rëndë, me t'i hapa rrugë, as 3 kilometra të plota, gjerë të Katundit qimë. Por, në të hyrë të Katundit, na zhurë rrugën të fëmijë Grindavec dhe nisën që të na kërcënojnë. Largoni, u thamë ne se nuk duam të përlahemi, por ato nisën të na shajnë dhe përbitjeshin të na sulen. Mos ni se kemi dajen këtu dhe të t'i tregojmë, u thamë. Por ato nuk donin që ta dëgjonin as këtë. Nuk e kishin ndërmend të ndalen me të mirë. Ne ishim dy vetëm. Ato 5 a 6, ndonjë i moshëso, por ndonjë edhe më i vogël. E kishin punën pisk. Kat janë bani. Në një moment kur ata u afruan, pra këta Grindavec të prafrenueshëm që si kuptonin gjë nga fjala e mirë, s'mbeti gjë tjetër që vetëm të provojmë të mbrohemi, sepse s'kishin tjetër rrugë. Në vend se ata, ne kaluam në sulm të parë. Kishim të thupra të gjata në dorë dhe u alëshuam ato nga këmbët. Si duket, atyre u dogi ushëllima e shpejt e thuprave dhe britet. A, ju ishit atë zganat, ha? Hajtë të shuajnë tash, të shem shtaj i shkabanit. As të ikësh, as të përleshesh. Por ata që nuk afruan shumë, nisën të na gjynë me gurë dhe që di që nuk na kapin do një gurë dikur në kohë. Nisën ne të ikim me vrap. I lëshuam gomarit që të shpejtojmë hapin, por burrat fluturonin mbi kokat tona. Edhe ato po afroheshin, ishin një tokë e tërë. Por gjithnjë të keqes i kundërvjet e mira dhe gjithmonë, si zakonisht, e mira dhe e drejta fiton. Dhe në këtë rast, të drejtit si zakonisht i ndihmon Zoti dhe thonë: ne do t'kishim kaluar me koka të qara, sikur tyre fëmijëve të mos e dilin përpara disa barim të Katundit të tyre që kollotnin vend të Izabeli ma, për t'i ndarë dhe për t'i qërtuar. Kështu, ne shpëtuam në një gjë, asnjëherë nuk e kam kuptuar deri në ditët e sotme. Përse gjithnjë kishte një saket dhe Grindavec, edhe fëmijët, edhe të rriturit që mund t'ia zënë udhën dikujt, që zinin ngusht ndonjë më të dobët për të shprirë ndaj tij pa pikë faj. Sot e kam kënaqësinë të marr pjesë në një ngjarje shumë të bukur. Letrare në promovimin e librit Hapashtar të publicistit dhe autorit të njohur Daudaut. Ky libër nuk është thjesht një libër për letrare, por është një ftesa fëmijërie, është një kutizëm kujtimesh, ku secili nga ne mund të gjeje sopëza të jetës së vet. Në çdo rrëfim e ndjejmë aromën e një kohe të shkuar, ku edhe gjërat më të vogla kishin kuptim të madh. Ëndrat e fëmijëve, topat prej leckash, mungesa e bicikletës apo një letër e ruajtur me kujdes, marrin për masat e një bote që nuk jes kur, sepse jeton me kujtesën tonë. Dauti, me përvojën dhe ngjeshmëri që e karakterizon, ka ditur të na sjellë në këtë botë një gjuhë të pastër, të bukur, të përkohur dhe të ngrohtë. Pas tërbullime, por me shumë ndjenjë. Në këtë vepër e njoha fshatin Bojan.
familjen e Daudit, shokët, miqët, familjarë, si dhe rrethimet. E njoha pak edhe spitalin e Ohrit, mësuesen e gjuhës maqedonase, Maria, shkollën fillore në Shkup dhe arsimtarët e tij, të tjerë. Është një zeve fëmijë që i tregon përjetimet e veta në shkollë, në orët mësimore, shoqërimin e shumë detaje të kaluara shumë të lartë. Ardhja me kohë, prezenca të mësuarit, bërja e detyrave, për Daudin ka qenë një gjë shumë e rëndësishme. Ai është shumë i sinqert dhe shumë i hapur. Krahasuar me reportazhet të asaj kohe të viteve 90 në Shqipëri, këto reportazhe përmbajnë një vetë më të gjeshur, jo vetëm tregimtar, por fakt sociologjik, fakt politik, fakt që një shtet i penguar brenda vetes dhe nga jashtë, dhe një atë dhe i zënë, i penguar për ta vizituar, ka të esencën e vete që pa të cilin më dhe historia edhe shoqërore edhe kulturore e Shqipërisë nuk mund të jetë e plotësuar. Ndërkaq, ajo që ka vetë në histori është udhimi i Daudit me seferin në tek shqiptarët e Ukrainës, jo vetëm rrëfimi, por janë edhe veprime kulturore të teje. Unë sa ideja që me ardhen e të Ukrainës këto, atë që në pas të takimeve të Daudit me seferin, u themelua klubi Riligja në Karakut, edhe përveç klubit të Riligja se i qonë në gazetën e parë Riligja, po ashtu dhe libret e parë që kanë qonë tek shqiptarët e Ukrainës janë Daudit dhe Sefer Muzeu, edhe kjo është fakt historik, edhe pse ka përpjekje që dikush tashbot të ketë zbuluar ato shqiptarët e Maqedonisë. Ka dhe një arsye shumë edhe që na bën të mes nesh këtu, na bën të ndjehemi kështu në një atmosferë feste. Çdo promovimi një vepre të një autorit, për autorin është një festë shpirtërore, me të cilën gjithë ne këtu që jemi ndjejmë. Çka është e bukur për të ndërtuar edhe për të formuar si njerëz. Për librin ndërkaq që ka vetëm të përmendi një moment që është tekstuar në libër, emërim figuron 3-4 herë në ditarët e mia dhe në shkrimet e mia i Daud, emri i Daudit figuron 50-100 herë figuron. Është ai momenti që vllai im ka qenë mësues i tij në klasën e parë. Konët për ne nuk kanë qenë të mia, na nuk e di. Edhe pse edhe ne nuk kemi qenë bashkë të mirë sa duhet për kohën që kanë kaluar, por ishte ajo dita kur unë me shumë vonesë mora veç se vllau im kishte lënë çdo gjë në një dhomë të kësaj shkolle edhe kishte ikur për Amerikë. E përjetova natyrisht shumë rand. Ma vonë Daud i kuptoi se ai ka qenë vllai im, ende ndodhet jashtë shtetit me familje. Unë kam qenë edhe për Amerikën kam shkruar. Amerika nuk është ajo që androjnë dhe mendojnë njerëzit. Në Amerikë do është shumë më vështirë se këtu, për posë të gjitha fakteve, pislëgjeve që bëjmë, që jemi degraduar si njerëz, përsëri këtu mund të jetohet mirë. Njeriu ka lind, jo të bëjë vetëm qizë. Njeriu ka lind që të luftojë. Ata që nuk luftojnë në jetë, nuk ja dinë shihen të mirës, suksesit dhe të
ishim në gjeneratët e para që e vazhdojmë shkollimin. Para neve kanë qenë vetëm gjenerata e mësës Salaudinit, Lënuzit të ndje, dhe tjerë që e nisën shkollimin, sepse ishte një nga vendet një nga fshatrat më përpambetur në kuptimin e digës dhe arsimit. Më kujtohet një libër i autorit Baki Bakiu për shkollaristët e parë, për normalistët e parë të vendit, dhe është tragjedi që në atë libër nuk figuron asë një student i Vojanës. Por ne, gjeneratët tonë, atër kureli, atër gjeneratët para nesh, e nisën rrugën e shkollimit dhe sot Vojana është kjo që është. Nuk është për Vojana, si që kam përshkruar me këtë libër, Vojana e atyre në shqizave që nisën atje në Boshët për neset e kudre vëllëve, që ishte një bukuri e veçantë në atë kohë, por nuk janë ato dimra që janë, nuk janë ato rrugë të pluhurosura ose të përbardhura. Ashtu edhe Shkupin e gjeta, në rrugën e parë ku kemi jetuar, ku vite shi nuk i, por shqyqyr zotit që vota kam pëshuar, jeton në një realitet tjetër, edhe mi ka edhe pjera të rëshqetë në kjo kohë. Unë vetëm duhet të theksoj pak për librin. Ai ka lindur si ide, është film për vite, që marrë me tematika tjera, por gjithë një domendje kam pas një libër që doja t'ja pushtoja vendlindes, doja t'ja pushtoja familjes. Po që ideja më në fund edhe variant vizje me shokë të klasës, me Ljoda Shëmëtje të librit, sot e promovuar. Unë do të ima shiko për këtë librin tjetër foli shumë më mirë se se do të pisja unë policistin Jezi Muhamedi me të bashkë me të qenë në një pjesë të rëkëtimit që jam përfshinë në këtë libër. Profesioni i gazetarisë është i tillë që kush është gazetari di jeton çdo vepër e gazetarit është një lajm i shkurt, një raport i cili sot jepet në gazetë ose nesër harrohet. Këtu jam munduar të përmbledh disa gjëra të cilat kanë jetë gjatësi më të madhe, sepse janë të atij karakteri. Do të ishin normale nëse do të ishin lajme, sepse lajmet janë pjesë të kronikës. Unë do t'i inkurajoja këto shose edhe përveç do të zgjas më shumë janë nxënësit të cilët do të lexojnë poezitë e tyre, nxënësit e rrugës letrar, do t'i inkurajoja ata që të lexojnë sa më shumë, të lexojnë dhe vetëm të lexojnë. Nga ajo që do të marrin si dije, si luri, si bazë, nga leximi i tyre, mundet ato frymëzimet e tyre të ngritën në nivel të atyre që i kam lexuar. Prandaj dëshiroj këtij ka shumë bukur, njësoj siç kanë dalë emra nga Derveni, emra të tjerë, edhe ju nesër të bëni ku do të shkoni pas librave. Jemi në fshatin Bojan dhe jemi të shkolla Ibe Palikuqi, ku ka filluar dhe rrugtimin e tij në shkollë dhe më pas po ashtu në krijimtarinë e tij artistike. Ka shkruar vjershat e para në këtë shkollë, ka shkruar tregimet e para, rrëfimet e para, dhe libri që po promovojmë sot me tregime, vendodhjen e ka pikërisht te kjo shkollë, te ky ambient, të gjitha rrëfimet që janë në librin Hapa Shtalp. Ndërsa libri tjetër që e kemi me reportazhe pa biçiklet janë kryesisht shkrime të letrarizuara, reportazhe të letrarizuara, të cilat janë botuar shumica në flakën e vllaznimit.
Daud përfundoi promovimi këtu, u thanë shumë fjalë, u lexuan shumë vjersha, fragmente nga krimtaria yte. Si ndihesh tani në fund? Kishe shumë emocione. Me thonë drejtën kisha emocione sepse ka vite, dekada që nuk kam qenë në këtë shkollë. Ndoshta në këtë klasë kemi pas klasën kur kemi mësuar ne atëherë në 3 klasët e para, por kthimi në vendin ku e ke nis një rrugtim jetësor patjetër tjetë emotiv, dhe aq më tepër që këtu e sollëm para nxënësve, para dashamirëve të librit, një libër i cili flet për fëmijërinë. Fëmijëria jonë ka qenë specifike për shkak të moshës së asaj kohe, për shkak të kohës, për shkaq ideologjike, sociale, politike e tjera. Ka qenë interesante në mënyrën e vet, ka qenë sfiduese në mënyrën e vet, kështu që në këtë libër janë përfshi rrëfime të cilat e pasqyrojnë atë kohë, e pasqyrojnë atë emocion që ne e kemi pas duke u rritur ato përjetime të cilat nuk përsëriten. Bojana e dikurshme, do thoja. Patjetër, Bojana Ka ndryshuar shumë Bojana. Ka ndryshuar tash për të mirë dhe na vjen shumë mirë që Veç për të mirë ka ndryshuar? kur kthehemi këtu e shohim një Bojanë e cila dikur ka qenë me 200 shtëpi, ashtu llogaritë tash i ka 500 shtëpi, është urbanizuar në një farë mënyre, rrugë pa asfaltuara pothuajse nuk ka në asnjë cep të Katundit, kështu që mund të krenohemi me atë që është bërë. Normalisht ka procese të cilat ndoshta nuk janë aq të mira, procesi i migrimit, por ky është realiteti, nuk është vetëm i Katundit tim, por gjithandaj në shqiptari është ky proces. Edhe fëmijëria nuk është mos si ajo që ti e ke rrëfyer në libër. Normalisht. Nuk i ka ato lojrat që i përshkruani në libër? Jo, normalisht nuk është... Atë lloj socializimi me shok e shoqe, shoqëria nuk është më ajo e dikurshmja? Po thash, atëherë ka qenë interesante në mënyrë të vet, tash sigurisht gjeneratat e reja kanë këtë jetë interesante në mënyrën e tyre. Këta gjeneratat e reja s'mund të jetojnë pa internet, pa celular, pa televizion. Ne s'kishim asgjë, i kishim gjithçka në fillim. Radio në fillim, televizionet në fillim, magnetofonët në fillim, gramofonët në fillim. Por, megjithatë, edhe ashtu ishte interesante. Janë interesante të asaj kohë rishqizat tona që i kam përshkruar edhe në libër, kur vinte dimri këtu, si të niste nëntori, nuk shkepej bora. Dhe kam pas një rrugë aty në fund të rrugës së mahallës tonë, ku nuk e kapte dielli mirë, edhe akulli të ajo rrugë shkrihet dikon ka mesi i majt. Mund ta merrni në mend. Shumë kujtime në këtë vend, vini shumë shpesh, Bojana e ëndrave. Ku ishe ëndrat më shumë, qytet apo fshat? Normalisht është ka ndryshuar koha aty rrethanat edhe jetësore, po gjithnjë në fshat vi me një kënaqësi të madhe, sepse kam një copë tokë ku e kaloj kohën gjatë weekendeve, më paraqet kënaqësi. A ishte arsyeja librit që erdhe të bësh promovimin këtu, apo do të kesh dhe promovime tjera diku tjetër? Libri ishte me tematikë specifike, normalisht. E kërkonte këtë vend, si të thuash. Po, e kërkonte që të kthehem edhe vetë me kujtimet në fëmijëri. Kjo shkollë, siç keni mund ta shihni, është e modernizuar, mirë po bazën e klasave ka njëjtë si që ka qenë dikur. Dikur në këtë klasë do të kemi pasur edhe ne, do të kemi mësuar në atë kohë. Është interesant se në cepat e kësaj shkollës, atëherë kur ne mësonim, viteve 60, kanë qenë 2 mësues të cilët jetonin dhe punonin këtu. Njëri prej tyre ka qenë dhe Hilmi Bojku, apo? Ka qenë në vërtet, jo Hilmi Bojku, ka qenë Mensur Hoxha, vllau i poetit Mehmet Ali Hoxha, dhe një veteran i arsimit Bili Kaliu në anën tjetër të shkollës, ai ka jetuar më gjatë. Bile ai edhe ka krijuar
familje këtu dhe ka jetuar shumë kohë para se të vinim ne në Sinxans. Në fakt, fjalën e mori dhe Fejzi Bojku, keni përmendur dhe mësuesin, që është i vëllai i shkrimtarit Fejzi Bojku. Në klasë parë, në rastisi që tjetë... A ka qenë momenti kur e kanë zbuluar talentin tënë për shkrimin, pa i mësuar shkronjat, apo më pas ka ndodhur ai talenti? Duhet këtë ndodhë pak më pas, për shkak se është e vërtet se në atë kohë këtu na i sillnin revistat për fëmijë Gëzimi dhe Fatosi, dhe ata që ishin të interesuar për letërsi i përpinin ato sidomos tregimet e shkurtra në këto revista për fëmijë, diku aty ka ndoshta edhe dashuria ime ndaj letërsisë dhe leximit, pastaj ku jam shpërngur në Shkup, atje kam vazhduar pak më intensivisht të lexoj, edhe nga leximi kanë lindur edhe shumë frymëzime, dikush që ka ndonjë prirje, ndoshta është momenti një leximi të ndonjë vepre të mirë që edhe vetë ti thot vetes, po e provoj edhe unë të shkruaj, të shprehem siç kanë bërë shkrimtarët e tjerë. Fjalën në promovim e kishte profesoresha që kishte bërë një kërkim të bukur, gati të gjithë librin e përshkroi, siç di veç ajo. Edhe po ashtu publicisti dhe miku gazetari Niazi Muhamedi, me cilin shumicën e rrëfimeve i keni të bashkëjetuara. Te libri po flasim pa bicikletë, me reportazhe. Libri pa bicikletë ju botua para 2 vitesh, që për shkaq objektive nuk u arrit promovohet e pashtudhës që ta promovoj edhe atë këtu, bashkë me këto rrëfimet nga fëmijëria, shkaku se ishte një, si me thënë, kompletimi i portretit tim profesional, sepse ndoshta gjithë banorët nuk kanë lexuar flakën e vëllazërimit, dikush ka qenë i rregullt në atë drejtim, po ishte për shkak të përmbajtjes, për shkak të teksteve që janë përmbledhur në libër, ishte moment i dur, mendoj që edhe ai të promovohet këtu. Patjetër. Paktën të jap një dritë asaj pjese profesional, të angazhimit profesional shumë vjeçar. Një pjesë e bukur po ashtu që më pëlqeu veçanërisht ishte pjesa e fundit ku prezantuan poezitë që nxënësit i kishin shkruar vetë. Ishte një befasi e këshme, me thënë të drejtën, pothuajse të gjitha poezitë që u lexuan kishin një nivel të lakmueshëm artistik dhe domethënë atje ku kemi mbri ne mund ta vazhdojë dikush tjetër, janë gjeneratat e reja që sigurisht nesër do të lënë libra me vlerë. Ato poezi që lexuan sot ishin në nivel shumë të lakmueshëm. Çfarë do t'i thoj një të riu që shkruan vjersha, tinza, ndoshta nuk i publikon askund, mund të jetë njëri nga Bojana që ka lexuar ose ka qenë sot në promovimin e librave tu? Duhet të bëjmë përpjekje që ato t'i botojnë diku, ato t'i verifikojnë në një farë mënyre, shkaku se ne në atë kohë kishim revistat për fëmijë dhe botimi i një punimi letrar ishte një dëshmi se ke ndonjë farë brumi premtues për të ardhmen. Tash ndoshta mungojnë revistat për fëmijë ku do të mund t'i plasonin punimet e tyre, por gjithsesi le t'i shkruan, t'i mbledhin, le t'u japin kryesve ta firmuar, kryesve të dëshmuar. Edhe juve. Pse jo? Që t'i japin një mendim që të sepse dikush duhet t'i udhëzoj, kur janë të ri duhet dikush t'u tregoj dhe në çfarë niveli janë edhe ku kanë mbërri që eventualisht edhe t'u botohen si libra. Faleminderit. Sa pohona fillon e del, e kthej kokën dhe shikoj atë. E bardh, e heshtur, e vetme në qelë, sikur më flet me gjuhë pa zë. Në ndritën e hënës, mendimet bëhen poezi, shpirti udhëton në botë të fshehta. Çdo gjeng merr formë, çdo plak një melodi. E zemra hapet për fjalët e heshta. Mbrëmja më mbështjellet me qetësinë e saj, e hëna më jep frymëzimën e dritës. Në secilën rreze gjej një copë nga një fjalë, një kujtim të hapur
një shpresë që pritet. Shkruaj me zemër, e jo me dorë, në letër bie shiu i shpirtit tim, në atë dritë që sprek toka, për ngrohë çdo vark në mendimin tim. Pse është kështu jeta, pikëllim dhe trishtime plot? A kanë fund këto brenga, apo çdo herë mbarojnë me dot? Fëmijët po digjen që në moshë të re, vriten dhe plagosen, ikin nga kjo jetë. Pse edhe ato nuk mund të jetojnë si ne, por vetëm pa drejtësi, lodh dhe gjakën ndër vetë. Shpirt me shpresë se bëhet mirë, por mendon sa do mund të marrë frymëlir, a do të dalë nga kjo errësirë, të kem afër njerëz të lirë. Prandaj ecim sa do të lodhur, me shpresë në zemër dhe me shpirt të fortë, se jeta s'është vazhdimje e lodhur, por edhe buzëqeshje në çdo të kohë. Me bark I jep jetës një kuptim, me dorë të butë dhe shpirt të plin. Shkruan për dhembje, shkruan për shpresë, për njerëz të thjeshtë dhe zemra që vdes. Në faqe libri, ajfur një botë, që shohet kur afat një motë. Shkrimtarët janë zëra të çmuar, që flasin për botën në çdo hap. Me peng dhe shpirt krijojnë dritë, një botë gjallëron ëndra e dritë. Shkrimtari zin, ati ku shpresa jeton. Syt në dritare e shpirti në letër, çdo pikë ngjyrë një kujtim I vletër. Ai zgjen paqe në botën që sheh, shkrimtari lind ati ku fjalët të tet. Pse po shorësi kur ajo po bën dritë? Pse s'muzon hëna? Pse s'ma dëgjon halli? S'më jep më kushilla, s'më njeh më kush jam. Plagës mi shëron, a thua çfarë gabimi kam bërë? Pse më le pasdore, apo plagët e dikuj tjetër I shëron? Eja, më rikse dritën, se rësira më ka kurdosur. Nuk kërkoj më shqipaj, veç një fjalë, të më kujtoj që shpresa s'është largë. Drita që më riti, në heshtjen e parë të bankës time, një zë I butë më tha, mëso për jetën. Ishte zëryt më suesja ime, që zemrën më mbushe me dritë dhe shpresë. Çdo mëngjes me buzëqeshje vjen, lodhin e fsheh pas syve të qetë. Na mëson, jo vetëm shkronjat e dijes, por edhe të duam, të falim, të jemi njerëz. Tjetë dora që më ngrite, kur u rëzova, zemra që më pa kur askush nuk shite, në çdo fjalën tënde kishte forcë dhe dashuri, si një nënë që s'lodhet kur për fëmijën e saj. Tani që rritem e kuptoj më thellë, dritën që ndave e mbolla në shpirt. Faleminderit që ishe dritë në udhën time, drita që sarohet për jetë në zemrën time. Na gjen duke qeshur, na lë duke qarë. Si hije e lehtë në dritën e vonë, na mëson të durojmë, pa thënë një fjalë. Het ecim drejt, het themi prapa, gabimet I mbaj si plak legji. Po në çdo hap, qoftë edhe në humbje, një dritë e vogël thotë, mos u dal di, se jeta s'është vetëm frymë dhe orë, por qasë që dritë kur zemra foli. Një përqafim, një shpresë, një buzë, një dorë, e gjithë kjo mjafton për të thënë kam jetuar. Libri, ti je shoku I vërtet, udhërëfyes në këtë jetë. Jetësari më I çmuar, që të kemi ne në duar. Ti je rruga e vërtet, kur s'na braktis dhe s'na levet. Ardhmërinë na e dhuron, në rrugë të drejtë na dërgon. Faqe pas faqe, libra t'i shpletoj. Shkronja të arta, çdo ditë mësoj. Sa përallarin aty, eja t'i këndojmë të ty. Sa figura, sa tregime, duan ty në botën time. Në nheshtjen e yjeve, si ere verjut në qelin që s'ka qati. Yjet bashkohen një nga një, si shok të mirë në një shtëpi. Çdo dritë mbi qell, një kujtim I vogël. Çdo yll, një premtim që se mbajtëm tokë. Çdo frymëmarrje në këtë natë të qetë, më sjell aromën e viteve që shkuan. Rrugicat ku shëtitën,
fjallë që shushurini si gjetët e vjeshtës. Tani më janë në fjallë që i merera, në nheshjën e yjeve, betur pa zërë. Era frinë letë nga anë e fshatit, pa prit më sjell zërat e largë. Një hije vogël mi pragunët e vjetër, një kujtim që s'des, por betë për herë. Pedagogu i shkollës Ejup Poliku, e takojmë në shkollë, ishte në gjatë promovimit, pjesë e logjistikës këtu. Dëshiroj të pyes për shkollën pakës më shumë. Si funksionon kjo shkollë, sa klas ka, sa paralele, sa nxënës, nëse është vërejtur rënje nxënësish në ndërkohë, migrimi, e dini është fenomen shumë prezent tani ndër ne. Fillimisht desha të falenderoj publikisht shkrimtarin Daud Dauti, i cili njerit është edhe nga ky fshat, që përzgjodhi pikërisht shkollën tonë për promovimin e këtyre librave, këtyre veprave të tij, me përkujtime fëmijërore dhe rinore. Atëherë jemi në fshatin Bojan, në shkollën fillore komunale Ibe Palikuqa, që gjendet në komunën e Sarajit. Kjo shkollë ka parafërsisht dikon të 300 nxënës, ndoshta së bashku me 2 shkolla tjera periferike në fshatin Llaskaz dhe fshatin Paniçar, numëron afërsisht dikon 470 nxënës. Në këtë shkollë ku gjendemi tash, kemi gjithsej 18 paralele, të ndara nga 2 paralele në çdo klas, prej të parës deri të 9-ës, punohet në 2 ndrime, ndrimi prej të 6-ës deri të 9-ës, apo ndrimi lëndor është paraditë, ndërsa mbas dite janë mësohet mësimi klasor prej klasës parë deri klasës 5. Numri i nxënësve ka shkuar drejt rënjes? Po, fatkeqësisht prej kur jam unë këtu, ka qenë vazhdimisht në rënje. Dikon prej vitit 2021, kur ishin dikon përmbi 500 nxënës, tani kemi 470. Më herët, do me thonë, çdo vjet kemi rënje, kjo për shkak edhe të migracionit të popullatës, nataliteti që është në rënje dhe faktorë të ndryshëm. Në zemër të tokës, ati ku ka dritë, qëndron Bojana, vetë që mahnit. Me kodra ara e vreshta përet, ku rushi ëmbël të falë jetë. Në sheshin që mban një emër të shenjtë, Arben Bajrami, heroj vërtet. Në zemër të fshatit, një shkollë, plot jetë, Ibe Palikuqa aty qëndron vetë. Plot fëmijë që mësojnë për dritë e diturit. Në Bojan ka qente, por ka dhe qami. O Bojana ime, vetë me male lavdi, në ty buron qdo fjallë e qdo gëzim. Të dua me shpirt, në këmbë e në barë, se ti e shtrejnë për herë, kudo e lartë. Aulona Shaqiri, njëra nga vajzat që ka recituar një vjersh këtu dhe e ka shkruar vetë, ashtu? Po, të them të drejtën, më kanë ndihmuar pak babai im. Po? Më kanë ndihmuar pak babai im, se nuk disha çfarë të shkruaj nga poezit, a të shkruaj për Adheun, a për vëllezën time, dhe ai tha që për vëllezën është më mirë. Pra duke ecur në për fshat, të marrë një inspirim, pash xhamin, qendrën e sheshit të herojit ton Arben Bajrami dhe mu kujtuan gjithë kjo dhe e thash edhe krijova. Se mos bëj një vjersh për Bojanën, no? Po. Të pëlqen Bojana? Është vendlinja ime, pra që normal më pëlqen shumë. Nëse do kishe mundësi të zgjidhje vendlinjën, do ishte sërish Bojana apo një vend tjetër? Sigurisht që po. Prap Bojana, çfarë pëlqen Bojanë më shumë, që se kanë vendet tjera? Bojana ka ambient shumë të mirë dhe është e për e pastër. Thuaj se çdo muaj shumë edhe nxënësit edhe shumë njerëz vinë dhe pastrojnë fshatin. Është shumë tepër e bukur dhe është një nga fshatrat më të mira që e kam parë dhe kam qenë një herë. Shumë bukur. Ju jeni shumë shok e shoqe në klasë? Po, jemi thuaj se 19, kemi qenë më shumë, po tash jemi 19, jemi 12 vajza dhe 7 tjerë. Keni qenë më shumë se ku kanë shkuar ato? Në për gurbete. Të vjen keq? Ke humbur ndonjë shoqen tënde të ngushtë në gurbet? Po, shoqja ime e ngushtë, e quajtur Erza, ka shkuar në Gjermani dhe nuk mund ta shoh më. E din që Erza mund ta shoh këtë emision. Po, përshëndetje. Çfarë do t'i thoje? Çfarë do t'i thoje Erzës? Do pyesja si e, ajo mirë, kalon. Do t'i thuash që të ka marrë malli? Tepër. Faleminderit.
Miq, po ndahemi ne nga kjo pjesë e këtij emisioni të cilin e realizuam jashtë në Bojanë, në një kohë që ishte shumë vallë. Ndërkohë djemt i kam këtu mbrapa, sepse vendosa ta përmbyll me djemt e kësaj shkolle të Bojanës, Ibe Palikuqi. Afal kam, e dinin? Po. E din si ishte ky vit për ty? Shumë mirë, me shumë trazira, mund të thënë. Me shumë trazira, mos bën ti problema apo jo? Jo, këto mbasa bën probleme. Jo. Asnjën, ja? Me sa keni kaluar? Me 5? Me 5. Bravo. Atëherë i përshëndesim të gjithë teleshikuesit e Alsatit. Po, ju përshëndesim të gjithë teleshikuesit e Alsatit. Dhe shihemi në emisionin e radhës. Shihemi në emisionin e radhës. Mirupafshim. Mirupafshim.